Jeni në frekuencën FM 88.5 MHz, Radio Ngjallja. Sipas mendimit tim, të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni të plot intervistën që kemi zhvilluar me Atë Spiro Kostolin, prift në kishën Apostull Pavli dhe Shënasti në Durrës. Atë Spiro, çfarë rëndësie ka për ju vendi i shenjtë? Përshëndetje dhe fillimisht dua t'ju falenderoj që më ftua të marr pjesë në këtë emision, tema e të cilit është shumë aktuale në kohët në të cilat po jetojmë. Njeriu i zbrazur shpirtërisht dhe i rrëmbyer nga një jetë shumë e ngarkuar nga ana psikologjike dhe emocionale ka shumë të vështirë që të shohë kishën si vendin ku mund të gjejë qetësinë dhe përmbushjen e tij shpirtërore. Kisha, tempulli i Zotit, shtëpia e Zotit, vendi i shenjtë, është ai vend ku besimtarët krijojnë dhe zhvillojnë marrëdhënien e tyre me Zotin. Rëndësia e kishës ka qenë dhe mbetet unikale në të gjitha kohërat. E drejtuar nga shpirti i shenjtë, kisha ka si qëllim shenjtrimin e qenies njerëzore. Këtë shenjtrim ne arrim duke marrë pjesë në misteret e shenjta dhe në këtë mënyrë bëhemi pjesë e gjallë e trupit mistik të Krishtit. Atë Spiro, ju që i vogël jeni edukuar me dashurinë për Perëndin. Përpara viteve 90, ju ishit në moshë të vogël dhe prindrit ju ofruan me Perëndin që në hapat e parë që hodhët në jetë. Por si ju mësuan ata ta respektonit vendin e shenjtë? Është një fakt i vërtet se lidhjen time me Zotin unë ja dedikoj familjes sime, nënës, por në mënyrë të veçantë babait tim. Megjithse mund të dëgjohet e çuditshme për dikë, në familjen time, si edhe në shumë familje të tjera të qytetit të Durrësit, por edhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, besimi fetar u shtrohej edhe në kohën e përsekutimit të egër ateisto-komunist. E me gjithë për ndjekjen që ushtronte regjimi atëhershëm, familja ime vazhdoi të praktikonte besimin dhe ritet fetare, edhe pse kjo gjë ishte e ndaluar. Në vitin 1971, prindrit e mi u martuan dhe kryen misterin e martesës fshehurazi. 2 motrat e mia dhe unë jemi pagzuar në shtëpi gjatë periudhës së komunizmit nga Atë Kozma Qirio, i cili më vonë u bë dhe peshkop i Apolonis. U pagzova në moshën 7 vjeçare, më 10 korrik të vitit 1985. Dhe ajo që mbaj mend ishte një batanie e madhe e vendosur në dritaret e shtëpisë për të mos u dukur nga jashtë, si edhe porosia se po më ndodhte diçka që në asnjë mënyrë nuk duhej t'u thoja shokëve. Përndryshe mami dhe babi do të futeshin në burg, ndërsa unë do të shkoja në jetimore. Gjatë kësaj periudhe, grupe të vogla besimtarësh shkonim në kisha të ndryshme, si në Shën e Premte të Kavajës, në manastirin e Ardenicës, e tjerë, por vendi i shenjtë që shkonim më shpesh ishte manastiri i Shënvlashit, edhe për faktin se ndodhej pranë qytetit të Durrësit. Me që ju përmendët manastirin e Shënvlashit, kur erdhi për herë të parë kryepiskopi Anastas si eksark në Shënvlash, populli i Durrësit doli për ta pritur në këtë manastir. Çfarë mbani mend ju nga ajo ditë? Ju atëherë ishit fëmijë. Është e vërtet, në atë kohë unë isha vetëm 13 vjeç dhe atë ditë nuk do të mund ta heq dot nga mendja ime. Ishte data 23 korrik e vitit 1991. Ndërkohë besimi fetar ishte lënë i lirë dhe në Durrës morën vesh se një klerik i rëndësishëm do të vinte në manastirin e Shënvlashit. Kështu që besimtarë të shumë të organizuam dhe u nisëm për në manastir. Ku ndezëm disa qeri të bërë vet me dorë, bëm edhe disa lutje të vogla, aq sa dinin ata që ishin më të moshuar si babai im dhe disa të tjerë, dhe këto lutje dhe këta qiri i ndezëm në atë çka kishte mbetur nga manastiri, që ishin vetëm disa rrënoja të ndërtesave të vjetra dhe anësore të manastirit, ndërsa kisha nuk ekzistonte fare, dhe disa grumbuj me gur. Diku nga dreka, erdhi kryepiskopi Anastas, në atë kohë ishte eksark i patriarkanës ekumenike. Unë nuk isha para asnjëherë një klerik ortodoks, sepse dhe Atë Kozmai kur vinte në shtëpinë tonë nuk ishte i veshur si prift, sepse kjo gjë nuk lejohej. Prandaj më bëri përshtypje shumë të madhe momenti i parë kur e pash kryepiskopin. Me flokët dhe mjekrën e bardhë, me rason dhe me skeptrin, mua mu duk sikur kishte ardhur nga një botë tjetër. Imagjinata dhe fantazia e një fëmije. Mbaj mend që psalm himnin Krishti u ngjall. Tham lutjen Ati ynë, dhe aty në ato rënoja në hijen e qiparizve, dëgjuam parullat e para të atij bariu të çuditshëm. Perëndia është me ne dhe ne me Perëndin, dhe nuk do të na baraktis Perëndia. Dhe gjithë populli besimtar përsëriste këto fjalë, ndërkohë që në sytë e shumë njerëzve u përlotën dhe falenderonin Perëndin që besimi fetar u la përsëri i lirë dhe njerëzit mund t'i luteshin përsëri Zotit në shtëpinë e tij. Sot shumë vinë në manastirin e Shënvlashit, jo vetëm besimtar të krishterë, jo vetëm nga Durrësi ose nga zonat përreth,
por nga gjithë Shqipëria, sepse në shekuj manastiri i Shënvlashit ose vendi i shenjtë ku është martirizuar Shënvlashi ka shumë vlera për të gjithë besimtarët. Atë Spiro, me gojën tuaj dhe me këndvështrimin tuaj, dua që t'i tregojmë dëgjuesve si është sot Shënvlashi. Përpara se të filloj të them se si është sot manastiri i Hirshëm i Shënvlashit, do doja të theksoja se ky manastir është objekti i parë i kultit nga të gjitha komunitetet fetare, i cili u shkatrua në datën 2 shkurt të vitit 1967 nga nxënësit e gjimnazit Naim Frashërit të Durrësit. Dhe kjo jo pa arsye, por sepse ky manastir ishte një vend shumë i shenjtë, ku bëheshin mrekulli të shumta çdo ditë, por edhe pas mbylljes së kishave dhe prishjes së këtij manastiri, besimtarë të shumtë, jo vetëm nga Durrësi dhe rrethinat e tij, por nga kudo vinin dhe luteshin duke bërë kështu të vend të shenjtë një qendër shpirtërore, e cila nuk do të mund të shkulej nga shpirtrat e besimtarëve, megjithse besimi fetar ishte ndaluar me ligj. Ndërsa nga data 23 korrik, momenti i parë që erdhi kryepeshkopi e deri më sot që po flasin, kanë kaluar 24 vjet. Sot unë kuptoj ato fjalë shprese që u than atë ditë, ato parulla që tha ky bari i kishës. Me të vërtetë që Perëndia është me ne dhe populli shqiptar është me Perëndin. Perëndia nuk na braktisi, madje na bëri një dhuratë shumë të çmuar që është kryepeshkopi Anastas. Mbi ato gur e mbi ato rënoja sot ngrihet madhështor si një kështjell dhe simbol i ortodoksisë, jo thjesht një manastir, por një qytet tërë shpirtërore. Një kishë madhështore e veshur me gur të bardhë stolis qendrën e manastirit, e rrethuar nga ndërtesa të ndërtuara me bukuri dhe hieshi, ku midis tyre janë mbjell lule e pemë të ndryshme. Kishën e rrethojnë gjithashtu disa qiparisë të motshëm, që tregojnë shenjtrinë e hershme të këtij vendi. Qiparisi është një pemë i cili mund të quhet edhe si pemë e veçantë që simbolizon ekzistencën e një vendi të shenjtë. Të paktën me çfarë di për zonën e Ballkanit. Këta qiparisë që ekzistojnë sot në manastirin e Shënvlashit janë shumë të hershëm. Këta qiparisë kanë qenë të motshëm edhe nga fotografitë e vjetra që neve posedojmë të manastirit të Shënvlashit, përpara se të mbylleshin kishat, pra që kur funksiononte manastiri i vjetër, këta qiparisë kanë qenë dhe ekzistonin dhe zakonisht është traditë e kishës ortodokse që kudo që ka një objekt kulti, neve vjellim qiparisë edhe selvie. Duke pasur parasysh vjetërsinë e këtyre pemëve, do të thonim se edhe ky vend i shenjtë ka një histori shumë të gjatë, ku populli për shekuj të tërë ka ardhur dhe i ka ofruar lutje dhe adhurimin e tij Perëndisë në këtë vend. Nga një vend i shkret me disa rënoja, sot e tham dhe më parë që është ngritur një kompleks i tërë me ndërtesa shumë funksionale. Në anën jugore, jashtë mureve të manastirit, është ndërtuar skiti i miroprursëve me kishën që lidh dhe ambientet e tjera ndihmëse për të gjithë ato që duan t'ia kushtojnë jetën e tyre adhurimit të Perëndisë Triadik. Ndërsa në anën veriore, në kushte moderne, ngrihet Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit, një kompleks më vete me kishë, konvikt, salla mësimi dhe kompjuteri, bibliotek bashkohore, studio regjistrimi, si edhe shumë ambiente të tjera ndihmëse. E përbërë me një staf të kualifikuar pedagogësh në shumicën e tyre shqiptar, aty përgatiten klerikët dhe teologët që ndihmojnë për veprën baritore dhe shpirtërore të kishës. Gjithashtu përballë akademisë ngrihet shtëpia ortodokse e shpresës me kushte jashtëzakonisht të mira ku strehohen fëmijë nga 0 deri 18 vjeç, që janë ose jetim ose që vijnë nga familje me probleme të rënda sociale dhe ekonomike. Në anën perëndimore të manastirit ngrihet një sallë madhështore konferencash me kushte nga më modernet. Ndërsa në anën jugperëndimore sot është ngritur i ri konvikti i vajzave të cilat studiojnë pranë Akademisë Teologjike. Me plot bindje do të thoja se sot manastiri i Hirshëm i Shënvlashit ngjason me Vasiliadhën e Shën Vasilit të Madh. Çfarë rëndësie ka manastiri për të krishterët, por jo vetëm të Durrësit? Si edhe çfarë roli luan ai manastir për të gjithë komunitetin, rreth e qarkëti edhe më gjerë? Një vend i tillë i shenjtë nuk mund të kufizohet për nevojat që ka komuniteti rreth e qarkëti, por diapazoni i tij shtrihet edhe më tutje. Me një histori të pasur në të kaluarën, patjetër që edhe sot manastiri i Hirshëm i Shënvlashit, me gjithë institucionet që përfshin brenda tij, përbën qendrën shpirtërore të ortodoksisë për mbar Shqipërinë, siç e thash dhe pak më lart,
aty përgatitet brezi I ri I klerikëve dhe I teologëve. Nga e gjithë Shqipëria, klerikët dhe teologët do t'i përngjasoja me 2 mushkëri që bëjnë të mundur frymarrjen dhe funksionimin e trupit të kishës. Roli dhe rëndësia e kësaj qendre shpirtërore është shumë e madhe. Përgatitja e brezit të ri në akademi, strehimi I fëmijëve jetim ose me probleme sociale dhe ekonomike të familjeve të tyre. Skiti I mirëprurseve që ofron kushtet e përshtatshme për ato që duan t'ia përkushtojnë jetën Zotit, por mbi të gjitha shenjtëria e manastirit të Shëmblashit, përbëjnë për të gjithë ata që e frekuentojnë dhe vizitojnë këtë vend të shenjtë një oazë shpirtëror, ku besimtari qetësohet nga shkretëtira e botës që e rrethon dhe njëkohësisht furnizohet me energji shpirtërore nëpërmjet lutjeve që I drejton Perëndis. Gjithashtu, do të thoja se ky vend I shenjtë dhe kjo qytet shpirtërore patjetër që ka edhe nevojë të mirëmbahet. Kjo është një nga investimet e tjera më të fuqishme që kryepeshkopi Anastas ka bërë në Shqipëri. Vetëm në manastirin e Shëmblashit janë punësuar me 10 familje si nga Durrësi, ashtu edhe nga fshati I Shëmblashit. Ky fakt përbën edhe një nga kontributet më të çmuara të kishës për vendin tonë. Ju sot jeni prift. Në çdo vend të shenjtë, besimtari historikisht ka ngritur kisha. Çfarë rëndësie ka kisha për ju, për familjen, për të afërmin, për besimtarët? Është një pyetje shumë e gjerë që unë do të përpiqem ta përmbledh. Në radhë të parë, kisha e vërtetë është komuniteti besimtarëve të cilët të gjithë bashkohemi rreth trupit të Krishtit si gjymtyr të gjalla të Tij. Gjithashtu ky komunitet, ashtu siç një familje ka nevojë të jetojë brenda një shtëpie, edhe kjo familje e madhe e Krishtit ka nevojë që misteret dhe shërbesat e saj t'i kryej brenda një ndërtese, e cila është ndërtesa e kishës. Patjetër, rëndësia dhe shenjtëria e kishës është shumë e madhe, e patjetërsueshme dhe unikale do të thoja. Po të shohim dhe historinë e kombeve të ndryshëm si kanë qenë përpara dhe pas konvertimit të tyre në të krishterë, aty ne do të kuptojmë më së miri rëndësinë unikale të kishës. Popull si ai I Rusisë, për shembull, nga njerëz që bënin një jetë primitive në grupe të paorganizuara dhe që nuk mund të komunikonin dot me njëri tjetrin, ku nuk ishin as një sistem shkrimi, as alfabet, në ndritën frymëzuese të krishterimit, pra pasi u bën të krishterë, brenda një periudhe të shkurtër 500 vjeçare, u bën një nga popujt më të talentuar, ku shpalosën dhuratat dhe talentet që Zoti I kishte pajisur këta si popull. Ata krijuan një letërsi të mrekullueshme, krijuan një shoqëri me ligje, organizuan shtete të reja, njohim kompozitor të famshëm me famë botërore, të cilët dolën nga gjiri I këtij populli. Dhe kjo ringritje nuk ndodhi vetëm në rastin e popujve slav. Një studiues I thellë I historisë, Livingstone, ka pohuar se për shumë popuj, misionarizmi I krishterë shkroi edhe faqet e para të historisë së këtyre popujve. Por do të thoja se edhe këtu në Shqipëri, gjithmonë kisha ka luajtur një rol kyç në zhvillimin e vendit tonë. Dua të përmend që dokumenti I parë I shqipes së shkruar është një formulë pagëzimi, pra një tekst fetar. Gjithashtu, shqipja që lëvroi Kristoforidhi në përkthimin e dhjatës së re, Imzot Theofanoli në përkthimin e teksteve liturgjike e shumë autor të tjerë, dha në mënyrë të pakundërshtueshme kontributin e tyre të madh për konsolidimin e gjuhës sonë. Gjithashtu dhe pjesa më e madhe e monumenteve të kulturës dhe e trashëgimisë tonë kulturore të vendit tonë janë kisha të shumta, me të cilat me të drejtë të gjithë ne mburremi. Ikonograf si Onufri, Shpataraku, Vllezri Xografi e tjerë kanë qenë besimtar të mirë të krishterë ortodoks. Madje një pjesë e tyre kanë qenë edhe murgjër, pra njerëz që ja kanë dedikuar jetën e tyre Zotit, që me artin e tyre kanë stolisur kishat, por njëkohësisht kanë stolisur edhe historinë e popullit tonë ndër shekuj. Pra, e parë në këtë këndvështrim, kisha ka si përparësi të saj misionin shpirtëror për të afruar besimtarët me Perëndin, por ky mision shpirtëror jep ndikimin e saj të drejtë për drejtë edhe në zhvillimin shpirtëror, kulturor dhe social të vendit ku lëvron aktivitetin e saj misionarik. Pra, kisha ka luajtur dhe luan një rol shumë të rëndësishëm në formimin e njeriut, si ikonë e Perëndis dhe në formimin e një komuniteti me dashuri për Perëndin, me respekt për njëri tjetrin dhe me dashurim për njëri tjetrin, me respekt për shtetin, me respekt për tjetrin. Pra, të krishterët mësohen në kishë që jetohet edhe ndryshe, por ata kanë përqafuar këtë mënyrë jetese, këtë mënyrë adhurimi për Perëndin. Atspiro, ka rreth 2 javë që në mënyrë arbitrare do të thoja, është prishur muri rrethues në kishën katedrale Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Cili është mendimi juaj për këtë mënyrë veprimi për shkatrimin e kangjëllave të katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë?
që në momentin e parë që morën vesh nga mediat e shkruara dhe vizive njëkohësisht për prishjen e rrethimit të katedrales së Tiranës, patjetër që kjo krijon një shqetësim të madh jo vetëm për autoritetet kishtare në Tiranë ose për besimtarët e Tiranës, por kjo krijon një shqetësim edhe më gjerë edhe tek besimtarët e kishës sonë në Durrës. Filluan diskutime, pyetje, shqetësimet, pra besimtarët filluan të shprehin shqetësimet e tyre në lidhje me këtë ngjarje. Por unë do të thoja që fatkeqësisht disa nuk duan ta lënë të qetë komunitetin ortodoks në Shqipëri. Kjo shihet shumë qartë gjatë këtyre 24 viteve të post-komunizmit, edhe me rastin e rrethimit të katedrales së Tiranës, edhe me rastin e ndërtimit të një fushë sporti në kishën e kryengjeve në Gjirokastër, edhe me rastin e uzurpimit dhe të marrjes me dhunë të kishës së Përmetit, ku historikisht edhe nëpërmjet fotografive shihet shumë qartë që aty ka qenë një kishë. Por unë do të thoja ajo që është edhe më flagrantja dhe më e rëndësishmja, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka 24 vjet që kërkon pronat e saj dhe nuk kemi arritur që t'i marrim të gjitha. Madje një pjesë të këtyre kryepeskopi është detyruar t'i blej për së dyti. Pra duke qenë një herë pronat të kishës, është detyruar që t'i blej përsëri. Kjo ndodh nga disa qarqe të caktuara që ndoshta nuk e duan përparimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe këto janë dhe arsyet pse na sulmojnë vazhdimisht, edhe nuk na lën asnjëherë të qetë. Patjetër që prishja e murit rrethues së katedrales së Tiranës krijoi edhe një indinjat të madhe në zemrat dhe në shpirtrat e besimtarëve. Mund të them se në syt dhe në mendjet e të moshuarve kryesisht u rikthyen dhe një herë pamjet e tmerrshme të vitit 1967, ku besimi u ndalua me dhunë dhe me forcë nga pushteti komunist. Pra, po përsëriten afërsisht të njëjtat skena. Çfarë prisni ju nga qeveria dhe më gjerë opinioni juaj për këtë temë? Për sa i përket katedrales së Tiranës, ajo që pres edhe unë, por edhe çdo besimtar nga qeveria është as më shumë dhe as më pak vetëm respektimi i marrëveshjes që ka bërë Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë me Këshillin e Ministrave të Shtetit Shqiptar. Dhe kjo marrëveshje është miratuar në ligjin 10.057 datë 22 janar e vitit 2009, ku neni 21 dhe pika 1 e të cilit thot se ndërtesat dhe objektet e kultit që shërbejnë për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të shenjta nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Ndërhyrja e autoriteteve shtetërore në to është e ndaluar me përjashtim të rasteve të flagrancës. Ndërsa pika 2 e po të njëjtit nen thot paprekshmëria e hapësirës publike garantohet nga shteti. Shteti mbron objektet dhe vendet e caktuara fetare në përputhje me ligjin. Nga ngjarjet që ndodhen në prishjen e rrethimit të katedrales së Tiranës, shohim që shteti mori një pozicion të kundërt me ato çka ka miratuar ai në këtë marrëveshje. Në një farë mënyrë nuk është problemi duhet prishur apo jo rrethimi i katedrales, por mënyra ishte shumë e papranueshme. Ata nuk e përfillën autoritetin e kishës dhe në një mënyrë ofenduese vepruan sikur ne të mos ekzistonin fare. Pra në një ditë të bukur me diell, një film fantazëm, pas një shkres, pas një dokument të firmosur dhe të vulosur, vinë me sharra elektrike dhe fillojnë të presin kangjëllat. Unë do të përgëzoja autoritetet kishtare dhe besimtarët e Tiranës, të cilët nuk ranë viktim e këtyre veprimeve arbitrare të këtyre personave dhe nuk u kaluan në një konflikt më të ashpër. Por me kulturë, ashtu siç e kemi treguar gjithmonë, e përballuam edhe këtë situatë dhe do donim që qeveria dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi për këtë ngjarje të mbajnë përgjegjësitë e tyre dhe të bëjnë veprimet e duhura për të korrigjuar këtë situatë. Kjo ngjarje dhe këto veprime kanë lënë një shije të keqe në ndërgjegjen e besimtarëve ortodoks, jo vetëm të Tiranës, por edhe në gjithë Shqipërinë, do të thoja. Një katedrale e tillë madhështore, që është një vepër arti bashkohore dhe është një mburrje për vendin ton, ka nevojë edhe për sistemin e saj të sigurisë. Në kohrat ku neve jetojmë sot, është e nevojshme që ajo kishta kishte një rrethim të tillë, më shumë për të ruajtur atë nga disa element keqbërës,
Gjithashtu, edhe sepse në ambientet rreth e qark katedrales dhe poshtë saj neve kemi ambiente të tjera funksionale, të cilat me heqjen e këtij rrethimi ato ekspozohen ndaj veprimeve të elementëve të jashtëm dhe cënohet në këtë mënyrë siguria dhe paprekshmëria e këtyre vendeve, të cilën ne kishim zgjedhur shumë bukur me atë rrethim dekorativ dhe ndërkohë si klerik i Kishës Ortodokse ato qefale të Shqipërisë, por edhe si një qytetar i këtij vendi, unë shpreh ndinjatën time dhe mos dakortësinë time, por edhe të shumë besimtarëve në lidhje me prishjen